Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kjo grua piu esëll një gotë hirë për 30 ditë, ja se çfarë ndodhi me mëlçin më vonë. Hira pastron mëlçin nga ato substanca që grumbullohen në qeliza, të cilat e dëmtojnë shumë këto organ. Hira përmban proteina të dobishme, jo kaezin, lipide dhe një lëng biologjikisht aktiv për mëlçin, sepse fillimi i përdorimit të hirës nënkupton ndërprerjen e përdorimit të alkoolit. Në 200 ml hirë, 2 herë në ditë e furnizoni me mëlçin me përbërës aktiv që e rigjenerojnë atë. Hira ka veti të reduktojë yndyrën. Një nga fazat e para të dëmtimit të mëlçisë është mëlçia e dhjamosur. Hira ka 7 deri në 10% laktozë. Nëse jeni intolerant ndaj laktozës dhe nuk keni marrë më parë produkte të qumshtit, mund të shkaktojë diarre. Hira nga qumshti i dhis ose i deles ka njerëz specifike, por është edhe më e shëndetshme se ajo që bëhet nga qumshti i lopës. Përbërjet lipidike janë edhe të ndryshme. Dhitë ka në lipide shumë më të shëndetshme se qumshti i lopës. Hira gjithashtu ka proteina të shëndetshme nga qumshti i dhis, ndërsa qumshti i deles ka yndyrë pak më të rëndë, kështu që përzgjedhja më e mirë mbetet hira e dhis për shëndetin më të mirë të mëlçisë. Hira është një lëng si ujë me ngjyrë të gjelbër shumë të çelur, që del kur pritet qumshti ose kur kullohet djathi i njom ose që nxjerr kos pasi mpikset. Hira e zjerë, hira e qumshtit, hira e djathit, duke qenë se shumë njerëz nuk janë në dieni të vlerave ushqyese të shumta që ajo mban, e hedhin pasi kullojnë gjizën ose djathin. Ky nën-produkt i qumshtit përmban proteina, laktozë, minerale, kalcium, fosfor, magnez, zink, vitamina B2, B6, B12, C dhe K, aminoacide dhe yndyra të shëndetshme. Mineralet mbrojnë qeliza dhe parandalojnë një sër komplikacionesh, si tensioni i lartë i gjakut, goditja në tru dhe sulmi në zemër. Proteinat parandalojnë osteoporozën, rregullojnë nivelin e kolesterolit, parandalojnë formimin e pllakave bakteriale në dhëmbë, rrisin masën muskulare, forcojnë sistemin imun, lehtësojnë stresin dhe rigjenerojnë mëlçin. Mëlçia është organi vetëm në trup që ka fuqinë e rigjenerimit. Ky organ kryen një sër funksionesh të rëndësishme në trup për ta mbajtur atë më të shëndetshëm. Studime të shumta kanë treguar se përbërësit e nxjerrë nga hira, sidomos proteinat e hirës, kanë veti mikrobale dhe antivirale, forcojnë sistemin imunitar, mbrojnë nga sëmundjet kardiovaskulare dhe rrisin performancën e aktivitetit fizik. Hira rekomandohet gjithashtu për rënje në peshë, duke qenë se proteinat e saj ndihmojnë për të dobësuar dhe për të rritur masën muskulare. Përveç kësaj, ajo ju jep ndjesinë e ngopjes duke ndikuar te niveli i hormoneve që ulin oreksin. Dikur hira ka qenë pjesë e preferuar ndër bujtina ose kafene. Mesatarisht prej 10 litrash qumësht fitohet 1 kilogram djathë dhe 9 litra hirë. Mund të thuhet me siguri se hira është po aq e shëndetshme dhe e këshillueshme për të konsumuar sa edhe qumshti, kosi ose dhalli, dhe kështu vlerat e saj për organizmin do të jenë nga më të larmishmet. Keni dëgjuar ndonjëherë për hirën? Ndoshta emri nuk e ka aq të bukur sa çka vlerat e saj kuruese që mbart dhe aq njerëz e krahasojnë atë edhe me qumshtin e gjirit. Hira është një lëng i cili përfitohet pasi është bërë djathi. Për të bërë 1 kilogram djath na duhen 10 litra qumësht, ku 9 prej të cilave janë hira. Për të nxjerrë më të mirën nga kjo pije, ekspertët këshillojnë që të pini maksimalisht gjysmë deri në 1 litër hire në ditë, dhe nëse doni maksimumin e efekteve, atëherë përdorni hidhrën e qumshtit dhe të dhis. Pioneri i kërkimeve për sistemin imunitar Elie Metinkov, njëkohësisht fituesi i çmimit Nobel në psikologjinë e mjekësisë në vitin 1908, e ka vlerësuar së tepërmi futjen e dietës së përditshme të hirës. I quajtur ndryshe babai i imunitetit midis natyrales, Metinkov ka thënë se hira ka një efekt të pakrahasueshëm në sistemin gastrik. Jetëgjatësia dhe mosprekja e banorëve të Kaukazit nga probleme të ndryshme ja atribuohet pikërisht konsumit të hirës nga kjo pije, e cila mund t'i ofrojë përfitime të mira të gjitha popullatave. Hira përmban 6000 lloje të proteinave, 8 minerale, vitamina kryesore ato të grupit B, aminoacide, enzima
dhe shumë elementë të tjerë të shëndetshëm. Hira ndihmon në pastrimin e veshkave. Hira bën një punë të shkëlqyer duke pastruar veshkat, madje në disa raste duke shkrirë edhe gurën në to. Nuk është rastësi përse doktorët rekomandojnë masivisht konsumin e hirës te personat e sëmurë nga veshkat. Ajo largon helmet nga mëlçia. Mëlçia është organi i shkëlqyer i vetëm në trupin e njeriut që ka fuqinë e rigjenerimit. Ky organ kryen një sër funksionesh të rëndësishme në trup për ta mbajtur atë të shëndetshëm. Studime të ndryshme kanë treguar se përbërësit e hirës, sidomos proteinat e hirës, kanë vetim mikrobale dhe antivirale, forcojnë sistemin imunitar, mbrojnë nga sëmundjet kardiovaskulare, rrisin performancën e aktivitetit fizik. Kjo pije e varfër në pamje, por jo në përmbajtje, ka beta-laktoglobin, e cila furnizon organizmin me aminothartira BCA, të cilat ndihmojnë në sëmundjet avancuara të mëlçisë, të sëmurëve me probleme të tjera u mundëson të bëjë një jetë më të gjatë dhe më cilësore. Hira nuk ka asnjë arsye që të mos jetë kryevepra juaj e verës. Ajo ndihmon në tonifikimin e muskujve dhe ka efekte të fuqishme dobësuese. Hira rekomandohet gjithashtu për rënien në peshë, duke qenë se proteinat e saj ndihmojnë për të dobësuar dhe për të rritur masën muskulare. Përveç kësaj, ajo ju jep ndjesinë e ngopjes duke ndikuar te niveli i hormoneve që ulin oreksin. Ndërsa atyre që u pëlqen sporti, në vend të kokrave energjike që marrin, të përdorin pikërisht këtë pije. Pasi fakti se ajo përmban shumë proteina u jep energji muskujve dhe të gjithë trupit. Nëse doni të keni një strukturë më të mirë muskulare, atëherë pija e hirës në dietën tuaj do t'jap edhe efekte të mira në këtë drejtim. Sigurisht që hira mund të forcojë kockat dhe të pengojë gjithashtu problemet e osteoporozës. Hira nuk ka asnjë yndyrë që ka qumshti dhe është një zëvendësues më i mirë i tij për sa u përket vlerave ushqyese. Nga studimet rezulton se hira përmban 16 lloje të proteinave, 8 minerale, vitamina kryesore ato të grupit B, aminoacide, enzima dhe shumë elementë të tjerë të shëndetshëm, që është pikërisht kjo përmbajtje që ka bërë të krahasueshme me qumshtin e xhirit. Pija magjike ndihmon edhe në periudhat e prekjes së femrave nga osteoporoza, pasi furnizon kockat me ushqime të duhura. Ajo ndihmon edhe rregullimin e yndyrnave të tepërta në gjak. Hira u rekomandohet njerëzve të cilët kanë probleme me yndyrën e tepërt në gjak, pasi vetëm disa javë të konsumit të rregullt do të shikoni efektet e tyre të mrekullueshme. Ajo ndihmon gjithashtu edhe në lehtësimin e stresit. Hira nxit prodhimin e serotoninës, hormoni lumturisë dhe kështu zvogëlon ndjenjat tuaja të stresit. Përgatitja e saj është shumë e thjeshtë. Zjeni 1 litër qumësht e kur t'jetë në vlim e sipër, hidhni një pikë limon që të pritet. E lini të ftohet dhe ndani veç lëngun e të dukshëm që ngjitet sipër. Pra hirën. Hidheni në një shishe qelçi dhe konsumoni fillimisht nga 1 gotë në ditë. Pjesa që mbetet si calc vlen po aq sa lëngu. Një lugë e saj po të tretet në ujë dhe të konsumohet, jep të njëjtin efekt pozitiv në organizmin tuaj dhe mund t'jap gjithashtu rezultate të mira për shëndetin e përgjithshëm. Studime të ndryshme kanë treguar se përbërësit e nxjerrë nga hira, sidomos proteina hirës, ka vetim mikrobale dhe antivirale, forcon sistemin imunitar dhe mund të mbrojë nga sëmundjet kardiovaskulare, të rrisë performancën e aktivitetit fizik dhe të përmirësojë imunitetin, si thon dhe Elsajt. Hira rekomandohet gjithashtu për të rënë nga pesha, duke qenë se proteinat e saj ndihmojnë për të dobësuar dhe për të rritur kështu masat muskulare. Përveç kësaj, pirja e vazhdueshme e kësaj pije brenda normës së lejuar mund të ofrojë përfitime të mira për shëndetin tuaj. Nëse nuk jeni mësuar me hirën, filloni ta konsumoni atë në mënyrë graduale dhe më pas e shtoni sipas dëshirës duke rritur masën. Kështu do të merrni përfitime të munguara të saj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.